Wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahun azza wa jalla falenderojmë, salat e selam e pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wassalam i dërgojmë. Prezentojmë jemi tek hadithi 36 ku transmetohet nga Abu Huraira se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ja liron një vështërsi vëllaut ti besimtar, do ta liroj atë Allahu subhanahu, do ta liroj ati Allahu azza wa jall brengave të ditës së kiametit. Dhe kush ja lehtëson besimtarit, do t'ja lehtësoj ati Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra kush ja lehtëson besimtarit një vështërsi, do t'ja lehtësoj ati Allahu azza wa jall në dynja edhe në ahiret. Dhe kush e mbolon një tëmet të besimtarit, do ta mboloj Allahu në dynja edhe në ahiret. Dhe Allahu është i del ndihmë vëllaut ti Allahu i del ndihmë robit ti besimtar, përderisa besimtari është në ndihmën e vëllaut ti. Pra përderisa besimtari e ndihmon vëllaun ti besimtar, edhe Allahu azza wa jall gjatë asaj kohe do të ndihmoj besimtarin. Dhe kushdo që ndjek një rrugë të diturisë, ndjek rrugën e diturisë, pa ndjek rrugën e diturisë fetare, do të ndihmoj Allahu azza wa jall, do të lehtësoj atij Allahu azza wa jall rrugën për xhennet. Dhe kudo që besimtarët në cilin do shtëpitë Allahut azza wa jall mblidhen, bashkohen, tubohen dhe mësojnë fenë Allahut, mësojnë librin e Allahut subhanahu wa taala, mësojnë për fenë Allahut azza wa jall, ata tek ata do të zbret qetësia dhe do t'i kaploj mëshira Allahu subhanahu wa taala, dhe do t'i rrethakojnë melekët e Allahut azza wa jall, dhe do t'i përmendë Allahu subhanahu wa taala tek ai bishtatësie, pra. Dhe kushdo që kanë ngjecje për shkak veprave të tij, nuk do ta ndihmoj atë, pra familja e tij apo fisi i tij. Pa në parasysh ka çfarë fisi është, me qenë edhe prej fisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej Kurejshëve, nuk do ta ndihmoj atë tek Allahu azza wa jall nëse nuk ka vepra me të cilat ta fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Vëllezër nderuam, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fillon: kushdo që ja liron një vështërsi, një breng nga brengat e dynjas, do t'ja liroj Allahu azza wa jall atij, pra një breng prej brengave të ditës së kiametit. Pra Allahu subhanahu wa taala do ta ndihmoj besimtarin në ahiret. Këtu nuk ka ardhur që Allahu azza wa jall do t'ja liroj atij një breng prej brengave të dynjas dhe të ahiretit, por ka thënë prej brengave të ahiretit. Pse? Sepse brengat e dynjas në krahasim me ahiretin janë shumë të vogla. E për shkak të kësaj mirësie që e ke bë këtu në dynja, e ke largu një breng të vëllaut tënd besimtar. Bile këtu nuk ka ardhur hadithi mi ja largu një breng, por ka thënë mi ja liru, pak mi ja lehtësu. E jo më mi ja largu krejt. Mi ja largu krejt, më thonë Allahu azza wa jall ka mi t'i largu edhe ato brengat e ahiretit, por veç mi ja liru pak, dhe mi ja lehtësu një breng, është problem shumë i madh tek Allahu azza wa jall. E mos flasim me e largu komplet brengën.
Çfarë do brenge që ka një besimtar? Qoftë brenga e uris, brenga e veshmbatjes, brengat e borgjeve, brengat e ngarkesa, ndo një sëmundje, një diqka, dhe ti me aletësu pak ati, me intervenu të dikush, të ndo një mjek, të dikush tjetër, të ndo një njeri, me zgjidh një problem, një siklet që e ka, me aletësu sa do pak, është problem shumë ma të ka Allahu Azza wa Jall. Pra, nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka fillu pejgamberi me thonë pra që me ja liru, këtë do më thonë sikurse gjuhën arabe ka ardhur me ja liru pak me marrë frym, sikurse ai njeri e pas një litar në fyt dhe ti pak me ja liru. Kështu ka ardhur hadithi në këtë terminologji. Pa me ja liru litarin që e ka në fyt. Pa, në fakt, nuk ka ndonjë litar që shifet në në pamjen e tij, por kjo nënkuptohet se e ka një vështirësi, një breng. Dhe tash, ti ndoshta nuk ke mundësi me ja largu komplet atë breng, por e keni mundësi tjetër çka pak sa me ja liru, edhe këtë dosh më bo. Bëne këtë, se dikush ndoshta thot, ja bo, unë su një largoj, ati këtë breng që e ka. S'ka mundësi, por mirë, a ke mundësi një fjalë të mirë me ja thonë ati? Po, këtë e kom, e këtë dush më bo. Me ja liru sa të pak. A ke mundësi me intervenu të dikush për këtë? A ke mundësi me afru ndo një ndim? Sa të pak? Do shta ti s'ke mundësi komplet atë me ngrit për një situatë të vështirë çka është, me një situatë pastaj adhin më të lehtë, por ke mundësi diçka bile. Nëse s'ke mundësi me ndihmu për një vit, po ke ndoshta mundësi për një ditë me ndihmu. Andaj bëje këtë, sepse Allahu Azza wa Jall me këtë do të largon një breng që e ke në ditën e Kiametit. Se në dynjas janë të vogla, ti largon, po se po Allahu, por këtu ka ardhë me njëherë, direkt të largonat më të madhën ty. Ti këtu pat ja ke liru, Allahu Azza wa Jall ka me të liru, ka me shpëtu tyje prej brengave të ahiretit. Dhe në vazhdim, thot pejgamberi sa, kush ja shtyn borgjën, ja afatizon dikë, që ka kohën, i ka ardhë koha me këtyr borgjën, pa ai borçliu nuk ka. Nuk ka mundësi me ja këty. Ka ardhë afati, edhe shkon të ky, borgjë dhenësi, edhe të regon që nuk kam, edhe ky ja shtyn. Thot hajtë se ma të tje, hajtë se kur t'i bon, ose hajtë mas disa muja, apo një vitja, apo nuk disa, sa ka mundësi me shty, i ashton, thot Allahu ja lehtëson ati në dynja dhe në ahiret. Ja lehtëson ati në dynja dhe në ahiret. Pse në dynja dhe në ahiret? Sepse ky ja ka liru ati, ja ka largu ati, dhe më thënë, këtë vështërsi të borgjit, edhe në dynja dhe ti, pas taj mund të shto një herat në dynja me ranë në këtë vështërsi. Se të ki pari aty, ka mundësi ti nuk do të bjerë, nuk ki me ranë në dynja në brenga të mëdha, që krason me ato brenga të ahiretit. Ka mundësi ti hiç nuk bjerë në dynja, për të si Allah ka thonë, që atë breng në ahiret, që çdo kush do të ketë breng, ta largoj, ta liroj atë. E këtu, në këto vështërsi si të borgjeve, çdo kush mund të më ranë në dynja. Për të si e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'ja lehtësoj ati në dynja dhe në ahiret. Pastaj në vazhdim thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kush ja mbolon një tëmet, një mëkat, që i ka bërë një besimtar, një musliman, do të mbuloj atë Allahu Azza wa Jall në dynja edhe në ahiret, pra në këtë botë edhe në botën tjetër. Përse edhe këtu ka thonë në dynja edhe në ahiret, sepse nuk ka njëri i cili nuk ka tëmeta. Pa të nësy, çdo kush është mëkatar. Përderisa çdo kush mëkatar në dynja, atëherë ke nevojë që Allahu me t'i mbulu mëkatet
në dynja edhe në ahiret. Këtu vëllezër vlen të ceket se në ditën e gjykimit, kur njëri afrohet për llogari dhënje, Allahu Azza wa Jall besimtarin e veçon me një skej. Aty ku askush nuk I shef prej besimtarëve dhe nuk I dëgjon se çka po bisedojnë. E veçon Allahu me një vend sepse dhe I thot: "Atu kujtohet mëkati që e ke bërë në dynja, këtë mëkat, po, do të filan mëkatin tjetër, po, atë tjetër, po, Zot, këtë I pranon robi. Thot, unë ti kam mbulon dynja, që të meta, që të mëkate. Edhe unë sot ti mbuloj edhe ti fali. Dhe ja fali Allahu subhanahu wa taala. Që kjo është që mos me pa njerëzit tjerë dhe besimtarët tjerë filani që ka bërë çfarë mëkati pas ka bërë. Andaj, nëse dikush ja mbulon mëkatet e vëllaut ti besimtar, Allahu subhanahu wa taala do t'ja mbuloj ati mëkatet në dynja edhe në ahiret. Këtu vëllezër nderuam, çdo besimtar që ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është mëkatar. Por mëkatari më I mirë prej tyre është ai I cili pendohet. Ne jemi të thirrur që nëse e dim mëkatin e një besimtari, do shta ka mundësi askush se dim për posteje, që një vëlla besimtar, një musliman, e ka një mëkat. E ka bërë një mëkat dikur. Dhe vetëm ti e din, nuk bën ti mja zbulu. Nuk bën ti më shkumi të regu tjetër filani a dini që ka bo. Shpesh dëgjojmë kësi raste, kjo ja ka nisë mu falaj që këtë tjetër. Kjo ku jemi kondrejni që kemi bo me këto, sa ka pi kyje, që ka bo e sen, edhin të në të zezat e... Nësë jemi të ditë, që ti për në të regon. Ne jemi të pa, ta është njëri që është njëri I udhëzuar, dhe së jemi të ditë për te. Asë nuk po na intereson e kaluara e ti, biografia e ti, historiku e ti. Allahu Azza wa Jall ja ka mbulu atë, ne nuk I dim, e pse më ardhë dikush mja zbulu ato të meta. Dhe është një kërcënimi Allahut Azza wa Jall me një ajet, ku thot ata të cilët inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu, ata të cilët dëshirojnë që të përhapet immoraliteti tek besimtarët, që filani ka bo immoralitet dikur, të përhapet edhe ky lajm. Lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Ata kanë dënim, ata njerëz që I zbulojnë këto të meta dhe kanë dëshirë që immoraliteti mu përhap tek njerëzit, kanë dënim të dhimbshëm në dynja dhe në ahiret. Këtu vëllezër, po ashtu ka të bëj nëse dikush ka bërë një mëkat edhe në shtetin islam, është që nëse dikush ka bërë një mëkat të madh, e që shkaku ati mëkatit ai duhet më u dënu. Shkaku ati mëkatit meriton ndëshkim, dënim në dynja, sikur se pirja alkoholit, zinaja e tjerë, që dijen edhe dënimit e tyre. Nuk bën dikush me shku tashti, veç se din filani ka bërë zina, në alun e shkoj të lajmëroj, adin që ky më dënu. Apo ka pir alkohol, unë me shku me lajmëru. Nuk bën. Për derisa nuk ka mri lajmi tek kadiu, tek gjykatësi, nuk bën dikush me shku dhe me zbulu mëkatin që ka bërë dikush në msheftësi. Dhe ka qenë ai mëkat në të kaluar. Dhe nuk është përhap ai mëkat. E kështu që nëse mrin tek e miri, atëherë do më thënë lajmi, mrin tek e miri, mrin tek organet kompetente, mrin tek gjykatësi, atëherë ata miren me atë. Këtu vëllezër, po ashtu duhet kemi parasysh një çështje. Nëse dikush e ka bërë një mëkat, dhe kur nuk bën ai mëkat të
të demaskohet ai person dhe të zbulohet ai mëkat. Nëse ky mëkat ka të bëj me ndonjë të drejtë të Allahut subhanahu wa taala, të drejtë të njerëzve. Ja ka marrë mallin dikujt, e ka vjedh dikë, e ka mashtruar dikë dhe ti e din edhe nuk e lajmëron atë person që ja ka marrë pasurinë. Jo, në këtë rast, atë është haku i robit. Duhet më mbrojtë edhe ai person që është bërë pa drejtësi. Por është haku i Allahut azza wa jall. I ka bërë një mëkat që ka të bëjë mes tij dhe mes Allahut azza wa jall. Për këtë po flasim. Është haku i Allahut azza wa jall, atë që nuk bën të zbulohet. E dyta, me qenaj mëkat që e ka bërë në të kaluarën, nuk është duke vazhduar edhe tash edhe me atë mëkat. Dhe e treta, mos tjetë ky person prej personave që kanë figurë dhe kanë peshë dhe kanë pozitë, që nëse zbulohet është katastrofë të më thadin dhe demoralizohen edhe besimtarët dhe njerëzit tjerë. Pra është një person që zakonisht nuk bën mëkate. Është një person që njihet se është udhëzuar në rrugt të Allahut, është namazli. Andaj e ka bërë një mëkat, nuk bën që të demaskohet ky person. Dhe po ashtu që ky person mos të ketë ndonjë pozitë që mëkati i tij më pas do të ndikojë tek njerëzit tjerë. Si për shembull, pra është ndonjë dëshmitar i ndonjë rasti që duhet më kanë atin personi, duhet në këtë rast me qenë personi i drejt i cili nuk ka mëkate të mëdha. Duhet me dëshmu ai person, duhet më marrë si dëshmitar. Pra dëshmitari duhet me qenë person i udhëzuar në rrugt të Allahut azza wa jall. E nëse ky person ka mëkate të mëdha dhe që dikush e din, atëherë jo, duhet me tregu kadar se ky nuk vlen ky dëshmia e këtij personi. Nuk bën ky person të mirët për dëshmitar, sepse nuk është të besnik. Nuk është të besnik me Allahun azza wa jall. Apo, për shembull, transmetuesi i hadithit pejgamberit sa duhet me qenë person i drejtë që nuk ka mëkate të mëdha, përndryshe nuk pranohet transmetimi i tij që i transmeton hadithet prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo, ndoshta është ndonjë arkatar, është ndonjë sekretar, është ndonjë me një vend domethënë që ka të bëjë me pasurinë e besimtarëve. Dhe ky nëse nuk është besnik me Allahun azza wa jall, ka mëkate të mëdha, nuk i besohet, pra pasuria e besimtarëve, emaneti i besimtarëve te ky njeri i cili ka mëkate të mëdha. Apo nuk është si mbikëqyrës i ndonjë vakëfi, ndonjë pasurie të besimtarëve, apo nuk është mbikëqyrës i jetimit. Nëse është mbikëqyrës i jetimit, pasurisë i jetimit dhe ka mëkate të mëdha, jo duhet të demaskohet, të zbulohet mëkati i tij, se ka dalë se ky person nuk meriton, sepse ky mund pastaj për shkak se nuk është besnik edhe të manipuloj me pasurinë e dikujt. Dhe kjo nuk quhet pra në këtë rast adin gibet, për gojim, por kjo quhet në këtë rast domethënë këshillim, sepse ka të bëj me hakun e besimtarëve. Këto pra ishin disa kushte në lidhje me këtë çështje. Dhe ai person i cili e mbulon një besimtar nuk e demaskon, do ta mbulojë Allahu azza wa jall në dynjë dhe në ahiret. Dhe është, ka thënë njëri prej selefëve, kemi parë njerëz të cilët nuk kanë pas mëkate, nuk kanë pas shkelje, nuk kanë pas tëmeta. Por i kanë përmend tëmetat e dikujt tjetër, janë marrë me përgojime, janë marrë me gabimet e dikujt tjetër, dhe pastaj kanë filluar njerëzit me i përmend edhe gabimet e tyre, edhe me i përmend tëmetat e tyre, janë marrë me ta pastaj edhe njerëzit tjerë. Dhe po ashtu kemi parë njerëz të cilët kanë pas tëmeta dhe gabime, por e kanë mbyll gojen
nuk kanë folë për gabimet e tjerëve dhe njerëzit ja kanë harruar gabimet e atyre njerëzve. Pra Allah i ka bërë kështu që njerëzit tjerë mos të miren me ata. Dhe thot pejgamberi sallam që Allahu Azza wa Jall është në ndihmën e robit ti përderisa robi është në atë kohë, në periudhën që ndihmon dikujt tjetër. Qatë kohë, përderisa ti je duke ndihmu në vëlla besimtar, dije që Allahu Azza wa Jall ka më ndihmu ty. Të vëlla besimtar hyn edhe një person i cili është i fesë tjetër, është edhe pa besimtar. Po është përmend vetëm besimtar që kanë të bëjnë zakonisht besimtar në relacion me njëri tjetrit. Po ai hyn këtu edhe nëse ndihmon edhe një pa besimtar, e fiton ndihmën e Allahut Azza wa Jall, padyshim që po. I ke ndihmu, i ke dhënë me hangër, me pi, i ke ndihmu për diçka, për ndonjë breng që e ka, edhe aty ke shpërblim. Dhe nëse një person e ndjek rrugën e diturisë, mëson për fenë Allahut Azza wa Jall, mëson për gjërat që na ka lejuar, që na ka ndaluar Allahu, mëson për obligimet e Allahut subhanahu wa taala, çka është farz, çka është sunet, mëson me të lexu Kur'ane, mëson për fenë Allahut subhanahu wa taala, do ta ndihmoj Allahu Azza wa Jall, atij do t'ia lehtësoj Allahu rrugën për në xhennet. Rruga më e shkurt për në xhennet është me mësu fenë Allahut subhanahu wa taala. Pa parasysh çfarë profesioni ke, pa parasysh çfarë lëmie je i angazhuar. Mëso për fenë Allahut subhanahu wa taala, merr pjesë në për ligjërata, lexo, do ta lehtësoj Allahu Azza wa Jall rrugën për në xhennet. Dhe njerëzit nëse të bohen me ndonjë xhami. E këtu po ashtu kuptohet që edhe nëse të bohen edhe me ndonjë vend tjetër, qoftë edhe jashtë dikun, qoftë edhe me një shtëpi, por zakonisht njerëzit të bohen për namaz dhe për ligjërata të bohen për xhami. Por edhe nëse në për shtëpia të bohen me ndonjë otë, me ndonjë vend, dhe bisedon për fenë Allahut subhanahu wa taala, ndodhe njëti shpërblim për ata. I fitojnë të njëjtin shpërblim. Çka ndodh me ata? Pra, të bohen për më mësu fenë Allahut subhanahu wa taala. Po e merr shpërblimin vet, po pa dhe shpërblimin vet, e merr nëse mëson atë fenë Allahut azza, por shpërblimi më i madh është kur bashkë të bohen me një vend. Nuk është sikur se shpërblimi me ndaj të shtëpia, edhe me dëgju ligjëratën prej telefonit, i shtrin krevat, sikur me ardhë në xhami, me të bu bashkë me vëllezërit e tu besimtar. Aty ku të bohen besimtarët, aty është e rahmeti Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë vërteton pra ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra ku ata të bohen për me mësu fenë e Allahut azza wa jall, aty zbret mëshira Allahut subhanahu wa taala. Këtë ligjerat, që për dëgjoni këtu, dëgjoni edhe nesër të shtëpia, nuk keni mundi sikur se në xhami. Këto e ndina qetësinë. Dhe më thonë, zbret mëshira Allahu subhanahu wa taala, zbret në fakt qetësia. Edhe ndihesh i qetë, sepse të ka mëshiru Allahu subhanahu wa taala. Pra, e ka plan mëshira këtë mezhlis, zbret qetësia, i rrethakon melekët Allahut azza wa jall, mezhlisin ku janë besimtarët të mësu për fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe i përmend Allahu azza wa jall tek melekët, aty lart. Pra Allahu mburret tek melekët. Dhe është me një hadith ka ardhur, nëse robi e përmend Allahun azza wa jall, nëse robi më përmend mua, thot Allahu, unë do ta përmendi atë me ndonjë vend që është më i mirë. Nëse ai më ka përmend në vetveten e tij, edhe unë e përmendi tek vetvetja ime. Nëse ai më përmend mua publikisht, pra
Këtu po publikisht po përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe unë atëja do t'i përmendi atë njeri, më thonë, me një publik më të mirë se ata. Në tek melekët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në fund, thuhet në hadith, nëse dikush ka ngjecje shkako veprave, nuk e ndihmon atë farefisi e tij, familja e tij, paraardhësit e tij, pse nga kush rrjedh, nuk shikohet kjo tek Allahu azza wa jall. Nuk pyetet njeriu ditën e gjykimit, kë e ke pas bab, por çka ke punu? Nga kush rrjedh, çfarë fisi ke, çfarë kombi ke, nuk pyetet. Por do të pyetet për veprat që i ka bo. Më thonë, këtu tregon pejgamberi s.a.s. që dikush kush ka ngjecje në vepra. Do më thonë, shpëtimin ditën e kiametit s'qen ka vetëm me fjalë, s'qen ka vetëm me besim, por është me vepra, me punë. Me punë fitohet xheneti Allahut azza wa jall. Allahu ka thënë në Kur'an, hyni në xhennet për shkak punëve që keni punu. Do të hymë në xhennet për shkak punëve që i kemi bërë, për shkak obligimeve që i kemi kryer, detyrat që i kemi pas ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Allah na bëf prej banorëve xhennetit, Allahu na i fal mëkatet. Elhamdulillahi rabbil alamin.